Parashikimet për 48 orë të vështira për shkak të rreshjeve të shiut me intensitet të lartë kanë mbledhur shtabin e emergjencave civile në drejtimin e prefektes së qarkut të Vlorës, Evisa Lushi. Prefektja theksoi se të gjithë duhet të jenë në gatishmëri të plotë dhe se ligji ngarkon me përgjegjësi çdo antar të shtabit të emergjencës. Në rast neglizhence, prefektja Lushi theksoi se do të denoncohet në kryeministri. Duke filluar nga dita e martë, pra nga dita e nesërme, parashikohen 48 orë të vështira për qytetin dhe për gjithë qytetarët, si shkak i rreshjeve me intensitet të lartë shoqëruar edhe me erë të fortë. Shtabi i emergjencës është në krye të detyrës dhe i përgjegjshëm për detyrat dhe vështirësitë që presin gjatë 48 orëve në vazhdim, por edhe më tej. Në një komunikim online me zëvendës kryeministrin që patëm ditën e sotme në orët e para të mëngjesit, është vendosur theksi tek përgjegjësitë që i ngarkon ligji çdo antari të shtabit të emergjencës për neglizhencë në kryerjen e detyrës në raste të tilla. Dhe çdo rast i konstatuar do të raportohet në kryeministri. Prefektja Evisa Lushi theksoi se janë kaluar në gatishmëri të plotë edhe hidrovorët e qytetit të Vlorës, përfshi hidrovorin kryesor. Aktualisht ju bëj me dije që janë në gjendje pune dhe në gatishmëri, dhe në rast rreshjesh me intensitet shumë të lartë, të gjithë e dim që në qytet krijohet një prezencë uji në lagje dhe në rrugë dhe krijon një situatë të vështirë. Krijon vështirësi edhe në funksionimin e jetës në qytet, por që me rënien e intensitetit hidrovorët janë në gjendje që të largojnë ujin që ndodhet kudo nëpër lagje dhe në thinat e qytetit, brenda një kohe të caktuar duke kthyer situatën në normalitet. Kryetari në detyrë i Bashkisë së Vlorës, Elis Halili, theksoi se është bërë një punë e koordinuar me ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë dhe se ndërmarrjet e bashkisë janë të gjitha në teren. Është një punë që është bashkërenduar me UKV-n si dhe me ndërmarrjet e vetë bashkisë. Një test them se patëm ditën e zgjedhjeve bashkë me drejtorin, kemi qenë rakorduar, sasia e rreshjeve ka qenë e konsiderueshme dhe mund të themi që akset kryesore ishin të kalueshme për sos intensitet lartë të rreshjeve. Ishte një koordinim që kishte bënde me sistemin e pompave në koherencë të plotë, pompat e ujrave të zeza, por edhe të ujrave të bardha, që dhanë një ndihmës për uljen e sasisë ujit nëpër rrugë. Sot që flasim, ndërmarrjet janë në teren, janë duke bërë gjithë akset kryesore teste me sonda, pjesë pastrimi mekanik, pjesë pastrimi të gjetheve. Flasim për territorin e Vlorës. Prefektja e qarkut Evisa Lushi është drejtuar qytetarëve me një mesazh. Përfitoj nga rasti që me cilësinë e kryetares së Komisionit të Emergjencave Civile, të drejtohen popullatës me një thirrje të sinqertë qytetare. Bëhuni pjesë e procesit për përballimin e situatave të tilla që krijohen si rezultat i kushteve atmosferike, i ndërtimeve dhe veprimeve pa kriter, por edhe i neglizhencës në kryerjen e detyrës në disa raste nga ana e institucioneve të shtetit. Qyteti është i të gjithëve dhe na takon ne të kujdesemi dhe të kontribuojmë të gjithë për të. Ndihmoni me aq sa mundeni dhe aty ku mundeni para bizneseve e shtëpive, punonjësit e ndërmarrjes të bashkisë për të kryer detyrën e tyre.